ka liftu edhe me revole. Dhe me thonë, na kemi knu edhe është një kaset kur kemi knu kur i ka lind djallit, tash e ka martu djallin që janë një mujë më konë. Është të vërtit që e ka gjytë edhe helikopterin pas akon? Edhe aty, dhe me thonë me qatë kaloshin që ka morë Rifatit, tani ka fillu lufta Likoshan. Dhe me thonë, po flasëm tash për para Adem Jasharit, të konë lufta e Likoshanit. Edhe Rifati Unis e ka pas një farkere në ladë. E Unis më shku me një muat janë Likoshan, e orë helikopteri, e kjo e ka gjuhë helikopterin thënë që është vranja. Dikush të ka vranë një tjetër Muj Shabani me push, dikush të Rifat Mziu, por Rifati helikopterin e ka gjuhë. Sepse Rifati e ka lonë kjerën, e u një animal atë që i thëjmë në atë para se më shku në Qerez, edhe e ka gjuhë helikopterin hinë malë, e ka lonë kjerën rrugë dhe e ka gjuhë helikopterin për mali. Tashë, se ka do dhe s'kam qenë aty, po ndak me rajnë të falë qka të nishë. Edhe une kam dëgju që Rifatin e kam dëgju me vesh ato që ka thonë në këmbo. Po tani thëjnë edhe tjerë, për Rifati u koni për atyne ushtarve të parë që e kalon ditarin. Për kalon ditarin, për shkry kënë ditar, tani kur ja kanë gjithë ditarin në Rifat Mziut, ja kanë shkry këtë fletë. 2-3 fletë ja kanë lau, ja kanë shkry fletë, këtë ja kanë pru ditarin me pak fletë, ato tjera që e në kotë rëndësishme ja kanë shkry. Dhe me dhe ja kanë pru familjet, me ja kanë pru me pak fletë. Dhe unë edhe kjo një për fotografive duket edhe vetë, dhe më po vetë ajo, dora që më ka qitë Rifat Mziu. Ka pos respekt për ty shumë? Ajë më ka pos, jo respekt, po më ka pos si më pos vla. Apo të nuk ka njeri që e kumë respektu edhe kumë dash në luft për pës besim dajakut ma shumë se Rifat Mziu. Edhe ta dytë ata jenë vranë, unë jem gjallë, për Allah i sedë, s'kish pos kesh me paskonë dhe me ta atje, se ju në konë këta djemët, ju në konë djemët matë fort të Renicës. Edhe besimi, edhe Rifati. Njën i vranë kufi, njën i vranë mas lufte. Po në konë dy shokët e mi. Bravo. A piknujnë alet dhe këson të paka ju? Ibrahim Rrugovës. Unë kam qef mikru Ibrahim Rrugovës gjithë. Hej, para se miknu, pas akon se... Ibrahim Rrugovës të Adem Jasharit, unë kam qef kur më sminar. Po, deshta me sharullë një fata me të zyra alet dhe kësë nëse s'ka bëj regjia e ka goti? Po. Ko ka pano Ibrahim Rrugovës për mas, që ka thëshin të kanë hek? Po që to do me spjegu. Gazetari 100 peka ishë rëndës. Pse? Edhe këta tjertë pëshesin rëndën e ti. Mo se e përkro Sali Berishën? Apo, pravarësisht e dhe të përkro ka ndorin ishë rëndës. Në gjëmë, që ke zyre u konë tyre në vu. Dhe aty thëtë, kjartë, zyre u konë tyre në vu. Po s'ka fjallë, këtë rënë në vu? Fotografia u konë 2 karrika. Kushele fotografi në 2 karrika, kur të jekë? Kërkush? Po së ata që kanë me bunu mire në vu. S'ka fjallë. Dhe pse aj nuk e boni një pytje gjatë emisionit, me i dhona ti pse ke jekë fatër. Po e inskenej me folë dishka mas 6 muje, për arsye se LDK-ja ftoj Edi Ramën. Po Edi Ramën e ka ftu si kryeministër, a i ka pasar të ashim taqë si kryeministër të unë në nutë. Se si ashim taqë kur në nutë se kësha leon, as kur me të së shazatit. Po si kryeministër në të shazatit, lese po vje kryeministri, ata dhe shërje për zatit me ashim taqë. Po u qillu kryeministër. Edi Rama që u qillu kryeministër. Dhe plus asoj, LDK-ja e ka shti Edi Ramën me hongër vlarë të veta, ka i që ka rajt atje ato kakalicat që i ka bo, i ka hongër, ka dho Ibrahim Rrugovës, pa Ibrahim Rrugovës, s'kish me pot liri. Dhe më thonë, ata që përthet atje që mpeka që ka thonë Edi Rama për to, ata kakalicat, vjen Edi Rama në zyret LDK se i hanë. Dhe më thonë, LDK-ja e ka shti Edi Ramën me hongër kakalicat që ka thonë atëherë për to. Jo vetëm Edi Rama, po ata e kanë hongër to. Karkalicat është ka? Kakalicat, vogël dhe Mos e ta në përtone ta qesin, nga në gjesi ta që Edi Rama i ka hongër kakalica. Pa i ka hongër, se asë është të vërteta. A vorë në të një nëzyrë thëtë, s'ka me Ibrahim Rrugovën. Ndërsa 100 peka i thëtë që Ibrahim Rrugovë që thëtë të jenë deti, apo kuptan. Na po vlasëm për Ibrahim Rrugovën. Na po vlasëm për Ismail Kadarin. Dhe Ismail Kadaria ka thot diska për Ibrahim Rrugovën, tari ka thot atë banë për burë me më falë poshë, zëhë, të se ku ka bu. Apo kuptan? Jo vëtë pa ta. Shtopi për gjithë shumë, s'ka lot gjohë pa thot për Ibrahim. Sen mi të këtari për shkujt të vërë, ja kanë pa atë gurin atë atë, e kanë halu, e kanë bu ma thot. Dhe tash, që ke faton, që tu një 20 me 80. Nëse cilën zyre të LDK-s, që jom hione, është jo fato, po piktur. Pano.
janë piktura. E qysh ka mundësi me thonë e ka jek fotografinë e Ibrahim Rrugut, e ka boj pikturë. Pikturën një 14 me 80, sa i dritare. Dhe ka jek ato një fotografi të vogël e ka jek për milyat venin aty. Po këto janë propaganda të... Që Demex po qëndroj mirë dhe gërë në mëzveti. Dhe nuk pinuj këtu. Apo këto janë, edhe ata që i shpërndojnë, janë shpërndas të rrenës qimpekës. Sepse kam vetë. Këto, kum karrika janë kontueri në rrenë vu. Sikur që të... Po më e ketë që tavolinë, me thonë, Allah Sadria se kesh tavolinë. Ja, s'ka mësi. Që shë lynë pa e? Ka shka qenë aty dhe, kjo propagandë që u shqitë dhe që po shqitën, është një propagandë e ullë që nuk funksionan, lidhja demokratike nuk funksionan pa Ibrahim Rrugun, lidhja shteti Kosovës nuk funksionan pa Ibrahim Rrugun, është gurë themeli, është ai që e ka bo rrugën e trenit, ai që e ka bo trasu rrugën e pavarësisë Kosovës. Dhe kushdo që mënohet me dalë jashtë aty në kornizave, që i ka bo ai, s'mund të funksionu. Dhe nuk e ka bo kërkush në LDK-s s'mujnë. Se ekzistancë funksionojnë. Po propaganda ata dhe në tash hajde adhuna të vota do partive tjera se për i 93 ndek djalli. Para se me shku me shahira të unë, kësha pos dëshirë gjithë publikët me thonë në herë 33 më sa rroni. Ato besoj që e din, unë nuk thashë edhe ma përpara. Këta se unë të po fushat burë studio jemë. Jo, jemi edhe në kohë fushate. Edhe nuk ko marrë me kërku njeri, se qëre njeri ka qef këtë dy janë, nuk ka qef mi po mi vetën, e fmit ka qef edhe mi vetën. Unë e kam një thmi, i kam turt, e kam një vajzë që jam profesoresh, e ka emrin Marigon, është e martu më dhe jerë, për dhe mi ka 2 thmi, e ka kry fakultetin ekonomik, doktorant që tash një anar ose në vit në arshu. Dhe kërkoj për votuzve të LDK të votojnë, sepse mas këtyne zgjedhjeve mund të ketë edhe përplasje politike të reja. Dhe unë do të kem një fuqi shumë më të madhe me folë të vërtetën, kur e ki edhe mbështetjen e elektoratit. Kjo është ajo arsye që po kërkoj, se unë nuk kam kur farë përfitimi as financiar, bili veç humbje kam. Dhe më thonë, sepse unë me krejt shok të mi investojmë për me e bo, veç humbje kam pasha zote edhe mariguna dhe s'ka dasht, edhe në fillim kur ka s'ka dasht. Po s'kemi pas në mundësi tjetër, e kemi shëshit gjithmonë, Isa Mustafa me Agim Veliu në e kanë loni, Isa Fizillojnë atjenja 15 vjetë, nuk kesh kush që e hjek. Edhe s'mëshëm kur qysh me dëpërtu për Skenderaj, edhe e kemi zjedh një u tjetër, a e u dhe tjetër një propozim për vitije. Bojza u martu atje, është propozu nga komuna Vitis, e ka bazën në komuna Vitis. Viti janë shumica me LDK-n? Janë shumica me LDK-n, po unë Marigona Geci i ka morë 18.000 vota në zjetë të kalume. Edhe unë përbesoj që kam i morë, përbesoj që tani kam i morë ofër 30.000 vota. Ta di shola. I ftojmë